Heidi Baçi, moderatorja dhe ish banore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ka folur së fundmi për jetën e saj personale dhe ka lënë të kuptohet se është e dashuruar. Gjatë një interviste, ajo e pyet nga moderatorja nëse beson ende te dashuria dhe nëse aktualisht ndihet e lumtur. Heidi me një buzëqeshje të sinqertë u shpreh: "Patjetër, gjithmonë. Nëse mund t'ju jap një këshill, mos hiqni dorë nga dashuria. Është gjëja më e bukur." "Po, jam shumë e lumtur", tregoi ajo duke e lënë publikun të kuptojë se zemra e saj ka një vend të zënë. Gjatë bisedës, ajo u pyet gjithashtu nëse do të ndryshonte diçka nga rrugtimi i saj në Shqipëri dhe nga fama që fitoi pas spektaklit më të famshëm në vend. Heidi tregoi se ka mësuar ta pranojë vjetën siç vjen, pa u penduar për asgjë. "Do e lija veten e lirë, nuk do ndryshoja asgjë. Unë punoj fort me jetën time që të mos kem pengje", u shpreh ajo. Deklaratat e saj janë pritur me shumë reagime në rrjet, ku ndjekësit kanë nisur të bëjnë hamendësime për identitetin e partnerit të saj, pasi prej kohësh Heidi ka zgjedhur të mbajë këtë pjesë të jetës larg vëmendjes nga publiku. Na duhet ju kujtojmë se Heidi Baçi, gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme, krijoi një lidhje me Romeo Veshajn, lidhje e cila nuk shkoi ashtu siç pritej. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.